Përshëndetje shikues të Report Televizion, mirë se vini në edicionin qendror të mbrëmjes. Unë jam fillimisht me titujt kryesor të tij. Për një garë sa më të ndershme brenda Partisë Socialiste, Edi Rama u kërkon kandidatëve për deputet të mos ndërhyjnë në zonat elektorale të kolegëve të tyre, ndërsa kandidatëve në listë të sigurt u kërkon të mos lobojnë për shokët e partisë të cilët i ka vendosur në listë të hapur. Kryearja Ndojës, ish prokurori të shkarkuar nga vettingu për lidhje me krimin e që ju bë atentat me një të kërkuar në makinë, të cilin Berisha e kandidoi për deputet në Durrës, kreu i PD-s premtoi se do të ulë përdorimin e eurove që vijnë me kontenjer nga krimi, siç tha ai. Komuniteti ndërkombëtar në Tiranë e konsideron një hap të rëndësishëm për zgjedhje të ndershme bashkëpunimin mes SPAK, Prokurorisë së Përgjithshme dhe KQZ-s në luftën kundër krimeve elektorale. Dumani Çela e Celibashi informuan ambasadorët, ndërsa sot në Tiranë vjen kreu i misionit të OSBE Odir Zanier. Këshilli i ri drejtuesi i televizionit publik vendosi të hap nga e para garën për drejtorin e përgjithshëm të RTS-s. Antarët e sapo zgjedhur anuluan të gjithë procedurën e kryer më 6 janar për shkeljet që kuvendi gjeti. Prokuroria e Tiranës nisi hetimin për të zbuluar se si doli në treg mishi i pulës me salmonel, ndërkohë sipas një ligji të miratuar vjeshtën e kaluare që pritet hyjë në fuqi më 13 maj, AKU do të shkrihet, pasi në vend do të funksionojnë vetëm 8 inspektorate qendrore të fokusuara në sektorët me më shumë risk. Parlamenti i ri i Kosovës pas zgjedhjeve të 9 shkurtit do të konstituohet më 15 prill. Presidenti Osmani njoftoi thirrjen e mbledhjes së parë, ndërsa kryeministri në detyrë Kurti ka paralajmëruar dhe votimin e qeverisë së re në të njëjtën ditë. Europa dhe Azia po përgatiten për tarifa të reja doganore që Trump pritet të njoftojë nesër. Ursula von der Leyen tha se BE ka instrumentet për t'u kundërpërgjigjur, ndërsa Koreja, Japonia dhe Kina nisën dialogun për një zonë për tregtit lirë mes tyre.